Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj nga zemra, të kaloni sa më bukur sot. Kjo është një ditë e veçantë për çdo shpirt shqiptari dhe jo vetëm, për gjithë Toronton dhe Kanadan. Në kuadër të marrëveshjes së Shqipërisë dhe Kosovës, po sjellim sot tek ju këtë event kombëtar. Kam nderin të jem pjesë e ambasadës shqiptare dhe dua të ftoj përpara jush dy iniciatorët kryesor të këtij eventi, ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, të nderuarën Artemis Malo, dhe konsulin e përgjithshëm të Kosovës, të nderuarin Kadri Dagaj. Përshëndetje, tani mirë mbrëma, se i kemi nisur që në mëngjes, jeni kaq shumë, është mbushur zemra e Torontos, edhe zemra tonë mal, rroft shqiptaria. Faleminderit nga zemra. Ne nga jugu i Shqipërisë themi ju paça, e tha edhe grupi laborist pak më parë. Ju paçim sa malet edhe e kishim borxh ndaj shqiptarisë në Kanada këtë ditë, këtë shesh, edhe këto ngjyra kuqezi. Faleminderit shumë. Unë së bashku me konsulatën, ambasada prej më shumë se 5 muajsh ka marrë këtë angazhim për të organizuar këtë event që nuk ka qenë as pak të lehtë, më besoni, dhe kjo nuk do të ishte e mundur nëse ne nuk do të kishim një ekip fantastik. Unë kam kënaqësinë e madhe të ftoj 2 vajzat fantastike të konsulatës së përgjithshme të Kosovës në Toronto dhe ftoj në skenë Alma Stafën dhe Fitore e Gashi. 2 qikat e mrekullueshme që kanë punuar 24 orë dhe dua t'i falenderoj nga zemra. Faleminderit. Herë ambasadore, faleminderit shumë për prezantimin. Të nderuar vëllezër dhe motra, si po kaloni? Jeni mirë, faleminderit shumë që keni ardhur. Fakt është që gjithë ky organizim nuk është bë i mundur pa ndihmën po ashtu të stafit të ambasadës të Republikës Shqipërisë, që është konsulja Elizabeta Froku dhe Jolanda Koçobashi. Faleminderit vajza, vërtet me këto 2 ekipe kemi bë taman Shqipërinë tonë që duhet jetë në të ardhmen. Faleminderit shumë. Një duar trokitje për stafin e ambasadës dhe konsulatës. Faleminderit për punën që e keni bërë. Faleminderit gjithçka. Ka plot shoqata që kanë ndihmuar, shoqata e Windsorit, shoqata e Londonit, e Kitchenerit, Waterloo, Hamiltonit, Torontos, Montrealit, Ottawas, shoqata tjera pa fund, biznese pa fund. I falenderojnë përzemërsisht që kanë da, si me thonë, dollarin e vetë për këtë event, ka thonë pa fund që ta bëjnë të mundur. Unë një duar të kitje kërkoj për gjithë këta njerëz që ka kontribuar. Faleminderit shumë. Gjemi. Po, zoti Dagaj. Faleminderit për prezantimin e mrekullueshëm Boban, por gjithë këtë përgatitje në skenë dhe këtë organizim kaq bukur artistik nuk ka qenë e mundur ta bëjmë pa organizimin edhe punën e madhe që e ka bë Gojard Kodra, drejtor artistik. Ervin Meqo, regjisori joni, famshëm, faleminderit shumë Ervin, lutem me zotin Qazim Kollushi, po ashtu që Qazim Kollushi, drejtori ekzekutiv i këtij festivali kaq të bukur. Faleminderit shumë, një duar trokitje për grupin artistik. Faleminderit nga zemra. Ne kemi pas një grup pune fantastik të ngritur vullnetarisht. Dua të falenderoj nga zemra gjithë grupin e vullnetarëve që sot janë mes jush, para mbrapa skenës për të bërë çdo detaj sa më të kujdesshëm për dalë sa më me rezultat. Gjithashtu, dua të falenderoj nga zemra grupin e punës, i cili ka qenë me ne në kamera, në video, në telefon edhe fizikisht pa pushim. Po falenderoj dhe nëse janë të gatshëm të na afrohen në skenë, dua të ftoj Inva Mema. Iva Mema ka qenë me ne në çdo detaj të dekorit. Gjemi Agaj dhe Ana Golia janë 2 protagonistët që i kanë dhënë gjithë energjinë kësaj mbrëmje. Faleminderit nga zemra. Denajda Drimaj, Uran Kuçi, kryetari i shoqatës së Windsorit. Denada ka performuar me grupin e saj fantastik në jo më shumë se 2 ose 3 valle gjatë gjithë ditës me ne dhe gjatë gjithë kohës në bashkëpunim. Urani Ina Shehi, e cila ka qenë koordinatorja e gjithë rinis, edhe i gjithë grupit vullnetar. Ana Hasa që na është bashkuar nga Montreali, Cezarina Kora na është bashkuar nga Ottawa, Luri Oneli, Ina Zoza,
Astrid Basha, Iliriana Latifi, të gjithë ta kanë ardhur nga Montreal. Julinda Basha, kryetarja e Shoqatës Shqiptare në Montreal, së bashku me Ilirianën që është kryetarja e Shoqatës Shqiptare Kosovare në Montreal. Rex Ferrati, kryetari i Shoqatës tonë të madhe në Toronto. Jolanda Koçobashi është këtu me ne dhe Roni Krasniqi, që kanë performuar moderimin gjatë gjithë paradites, si edhe zonja Lira Muçaj që na është bashkuar nga Anglia në Kanada për të na dhënë dhe ajo kontributin e saj. Ju falenderoj nga zemra. Pa ju nuk do të kishim bërë asgjë. Faleminderit. Nga malet tek detet, nga dhimbja tek shpresa, shqiptari ecën ndër shekuj, kur sumbi emrin e tij. Në valikshë morëm gjuhën e nënës, këngët e vjetra mallin në shpirt. Në rrugë të botës dërtuam jetën, zemra shqip na rre çdo ditë. Nga Kosova në Çamëri, nga Malësia në jug,